Mendoj që është një vendim I mirë menduar, është një vendim strategjik, është një vendim që ndihmon klubet, ndihmon të rinj, ndihmon akademin, patjetër ndihmon dhe Federatën e Futbollit. Mendoj që tani klubet kanë një motiv akoma më shumë për të kthyer kokën nga akademia, për të instruitur sa më mirë ata, sepse nuk është se duhet vetëm një lojtar për të qenë në fushë, por duhen edhe 2-3 që ti kesh në bankinë, se në momentin që dëmtohet njëri, duhet futesh një tjetër. Kjo është një nisëm që ka kohë që është e menduar nga FSHF-ja, po së bashku me klubet këtë vit u mor vendim për të luajtur. E kanë disa federata në fakt që ne kemi studiuar përpara, siç ka qenë Rumania, Malizi, Maqedonia, dhe po të shikosh U21 në atyre, po edhe ekipet e moshave kanë shumë lojtarë që kanë marrë kampionatet e tyre, vetëm për këtë fakt, sepse është një luks I madh që të kesh në çdo ekip 2 lojtarë, një duke luajtur dhe një në stol. Është një luks I madh për çdo trajner që të ketë një lojtar me minuta në këmbë dhe ke mundësi zgjedhje shumë të mira. Po kjo njëkohësisht ndihmon edhe klubin nga ana financiare, sepse një lojtar I moshës 18 vjeç, në momentin që luan formacion në një ligë shumë të mirë si kampionati shqiptar që këto vitet e fundit ka bërë shumë përpara, ka shitur shumë lojtarë jashtë, mund ndihmojë edhe klubet se nesër pas nesër një lojtar mund shitet edhe sa le të themi sa hyj, sa broja, nuk I dihet asnjëherë futbollit. Duke menduar që në kampionatin shqiptar kanë kaluar shumë futbollistë të mirë dhe të mëdhenj aktualisht që janë nëpër Europë, mund të marr rastin e Muriqit që ka qenë nëpër nivele le të themi mesatare në Shqipëri, po tani është një lojtar që kushton shumë shtrenjtë. Jemi shumë të lumtur, mendoj që do të ndikojë shumë mirë sepse është diçka e jashtëzakonshme. Duket në fillim sikur mbase në fillim nuk do të jetë direkt, domethënë frutdhënës për klubet, sepse do pa kohë që të punohet, por në vazhdimsi dhe duke menduar për një afat shumë gjatë, klubet do kenë shumë të ardhurat dhe shumë benefite nga ky vendim.